Në ditën e iluministëve, mbarëslav Shënkirili dhe Metodi, opozitarja LSDM tha se gjatë qeverisjes së saj janë marrë vendime të rëndësishme shtetërore, falë të cilave gjua maqedonase është njohur në OKB dhe BE, ndërsa me marrëveshjen me Frontexin është pranuar zyrtarisht nga Bashkimi Evropian pa fusnota apo shtesa. Nga partia thonë se sot edhe kundërshtarët politik e pranojnë se marrëveshja e Prespës ka mbrojtur identitetin, gjuhën dhe kulturën maqedonase, si dhe antarësimi në NATO ka qenë i dobishëm për shtetin dhe sigurinë e qytetarëve. Интеграцијата во Европската Унија, во големото европско семејство на рамноправни народи, е најголемиот чин на патриотизам и најсилната гаранција за еднината на македонскиот народ, македонскиот јазик и македонската држава. Не врне ли дожд од Бога подеднакво за сите, а сонцето не грее ли исто така за сите? Зарем не дишеме воздух сите подеднакво? E pikërisht me këtë fazë u mor partia në pushtet VMRO-DPMN duke dërguar këtë video të ish-kreut social-demokrat Zaev kur fliste për ndryshimin e emrit të shtetit. Додека дишам, додека го дишам овој македонски воздух и додека ме држи памет дека мојот дедо, мојот татко и сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, а родени овде во Македонија, тоа не може да се случи. Bashkangjitur me këtë video nga VMRO-DPMN shkruajnë se kjo i kthen në një të kaluar të erë të mbushur me gënjeshtra, duke akuzuar se partia nuk ka ndryshuar qasje dhe se vetëm liderët ndërrohen nga Zaev te Kovacevski e tani te Filipçe. Në reagim thuhet gjithashtu se LSDM sipas tyre përsëri paralemron tradhti kombëtare nëse vjen në pushtet, duke u referuar deklaratave dhe vendimeve të mëparshme politike.